لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Walillahi utaqa'un minan nar wa dhalika kull layla." Dhe Allahu shpëton, shiron robërt e tij nga zjarri i xhenemit në çdo natë të Ramazanit. Dhe dinë për cel Tirmidhiu, Ibn Majah dhe saktëson Albani. Në këtë pjesë të hadithit, sepse hadithi është më i gjatë, ka fillimin e tij, profeti jon alayhi salatu wassalam na tregon neve një nga përfitimet, shpërblimet madhështore të muajit të Ramazanit. Pra në këtë muaj, dhe që është numri i madh i agjëruesve që i shpëton Allahu Azza wa Jall nga zjarri i xhehenemit për shkak të agjërimit të tyre. Pra janë robër besimtar, por që kanë bërë gjunahe, apo kanë lënë pas dore dispozitat, urdhëresat e Allahut dhe agjërojnë, dhe agjërimin e tyre kanë të mirë. Dhe Allahu i lartësuar, për shkak të kësaj vepre të mirë, kënaqet me ta, i fal ata dhe i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Dhe kjo është një fitore e madhe. Prandaj që besimtari, që agjëruesi dhe agjëruesja të arrijnë këtë shpërblim madhështor, duhet të kujdesen jo vetëm për agjërimin e tyre që të jetë në mënyrën më të mirë, më të plot, më të bukur, por edhe për urdhëresat e tjera të Allahut, siç është falja namazit, largimi nga gjunahet, përbërjimi, gënjeshtra, apo gjunahet që mund bëjë njeriu me anë të shqisave, gjymtyrëve të trupit të tij e tjerë. Dhe gjithashtu duhet i kërkoj Allahut të lartësuar me dua, t'ia kërkoj këtë gjë. Ti lutet Allahut. Ti lutet Allahut subhanahu wa taala që ta shpëtojë nga zjarri i xhehenemit, që të jetë nga ata të cilët shpëtojnë, shirohen nga zjarri i xhehenemit në çdo natë të Ramazanit. Pra, ky shpërblim i madh i Allahut nuk është vetëm në një natë prej netëve të Ramazanit, por në çdo natë derisa të mbarojë ky muaj. Derisa të mbarojë ky muaj. Prandaj besimtari agjërimin e tij e shoqëron edhe me pendim, me tobe, kërkim falje Allahut, sidomos gjatë orëve në të cilat është në agjërim, sepse duaja e agjëruesit është e pranuar, por gjithashtu edhe në kohën e syfyrit, sepse istighfari, kërkimi falje Allahut në kohën e syfyrit ka vlerë të veçantë. Dhe Allahu i do ata të cilët i kërkojnë falje atij në këtë kohë. Wal mustaghfirina bil ashar. Thot Allahu në Kur'an, edhe ata që i kërkojnë Allahut falje në kohën e syfyrit, që është koha përpara agimit, në kohën e syfyrit. Atë besimtari e lut Zotin e tij, Zotin e dhuntive të mëdha, e begative të panumërta, atij i cili e do robin e tij dhe e mëshiron atë më shumë edhe se vetë nëna e tij. Nuk ka njeri që të do më shumë se sa nëna jote. Nuk ka dashuri më të pastër, më të përkushtuar, më të plot të një njeriu për një tjetër se sa nëna për fëmijën. E megjithatë, Allahu i lartësuar e do dhe mëshiron robin e tij më shumë se sa nëna fëmijën e saj.
Kërkuj mëshirë Allah që nga ka që madhe, falja e tij që nga ka që madhe, shpëtimi nga zjarri i xhenemit i robërve prej tij është kaq i madh. Atëherë çfarë ngjelet? Ktheju Zotit tënd me pendim. Kërkoj falje atij, adhuroj atë me përkushtim, sepse çdo ditë që iku një pjesë nga jeta jote dhe u afrove një hap edhe më shumë drejt varrit tënd. Ditë që nuk kthehet më, dhe ky muaj do mbaroj. Dhe ne lutim Allahun që të agjërojmë dhe të mbaroj ky muaj dhe ne të jemi të falur dhe të pastruar nga gjunahet. Dhe nuk kemi siguri a do të kthehet përsëri mundësia për ne që të agjërojmë apo jo. Prandaj çdo mirësi të kufizuar në kohë që na jep Allahu i lartësuar, të jemi për atyre që e kapin, e shfrytëzojnë, përfitojnë për saj. Me lutim Allah subhanahu wa taala ta pranojë agjërimin ton, t'i fali gabimet tona. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.